Në një objekt në Zveçan, një biznes që kishte organizuar shitjen online të atleteve, bluzave e syzeve, zbulohet gjatë një kontrolle rutinore nga administrata tatimore e Kosovës. Në kuadër të kontrolleve rutinore të tatimpaguesve, ekipet e hetimeve të ATK-s kanë zhvilluar gjatë javës inspektime në disa biznese në Zveçan. Caki i kontrollit është një objekt që shet pajisje sanitare. Ekipi hetuesve të ATK-s ka detyra të kontrollojnë nëse punonjësit e biznesit janë të regjistruar si tatimpagues. Pas prezantimit të qëllimeve të inspektimit, zyrtarët e ATK-s nisin të grumbullojnë të dhëna. Bravo. Në biznes, haset vetëm një punëtor i cili punon në ark, teksa merren të dhënat e tij, të cilat më pas do të verifikohen nga ATK-ja. Sipas procedurave, gjetjet në terren që i morën zyrtarët e ATK-s do t'i verifikojnë edhe në databazën e tyre zyrtarisht, ku do të procedojnë me gjoba në rast se do të evidentohet ndonjë punëtor i paregjistruar. Derisa inspektorët e ATK-s po grumbullonin të dhënat mbi dokumentacionin e biznesit, një klient i cili kreu pagesën për produkte që bleu nuk u shërbye me kupon fiskal. Sipas ligjit, për çdo pagesë duhet të ofrohet kuponi fiskal dhe të paguhet tatim. Gjatë verifikimit biznesit e pam që nuk është i fiskalizuar, domethënë shitjet, momentën e shitjes klientëve nuk shërbehen me kupon fiskal. Këto janë domethënë paragjallësitë e para që janë has. Tash momentin kur kemi qenë vizit vetëm një klient e kemi has, mirë po pronari deklaron që kanë qenë sot gjatë ditës edhe dy klientë tjerë që kanë bërë pagesë edhe nuk janë shërbime kupon fiskal. Si zakonisht, inspektorët e ATK-s përpilojnë raportin me gjetjet në terren, të dhëna këto të cilat do të verifikohen në zyrën e administratës tatimore të Kosovës në Prishtinë. Të dhënat e grumbulluara i kumtohen punëtorit që ishte hasur në atë objekt dhe më pas nënshkruhen nga vet ai si pranues i raportit. Biznesi sigurisht ky që do të më kanë i fiskalizuar, me pas ark fiskale dhe me lëshu kupon fiskal në momentin e pagesa. Da biznis mora da radi fiskal na kasa. Što prodajete mora da Yes. Është has një klient të bëjë pagesë edhe nuk është furnizuar me kupon. Kupca. Yes. Edhe deklaroj që edhe dy klientë tjerë kanë bërë pagesë nuk kanë. I danas ste imali svega 3. Nuk janë pranuar me kupon fiskal. Kupca. Domthon kjo është To mbledhja e raportit. Dobro. A më të një nënshkrim? Stane kako ti je? Di. Ovdje? Po. Në pak minuta, grupi inspektorëve dhe hetuesve të ATK-s konstatoi parregullsi në biznesin e parë të inspektuar në Zveçan të shtunën. Teksa ishin gati të largohen me të dhënat e grumbulluara, ata vendosin të kontrollojnë edhe katet e tjera të objektit për të parë nëse atje ka punëtor të padeklaruar. Nalt është edhe biznes tjetër apo? Hetuesit zbulojnë se në hapësira tjera të objektit po zhvillohet një tjetër veprimtari biznesore, tregtimi i veshmbathjeve dhe produkteve të tjera për të cilat dyshohet se janë brende të falsifikuara. Inspektorët e ATK-s, pasi që inspektojnë hapësirën, vendosin ta sinjalizojnë doganën e Kosovës, pasi që situata bie në domenin e tyre. Gjatë ekzaminimit të dokumentacionit, kem vrejt që e kem hasur edhe një certifikat biznesi tjetër, që ka rezultuar se në katet e mësipërme është edhe një biznes tjetër, realisht që nuk ka qenë aktiv momentalisht, mirë po i kem hasur disa dokumentacione, kem hasur disa mallra, disa brende, që kem dyshuar që mund të kanë falsifikuar, kështu që lidhur me këta e kem njoftuar edhe doganën e Kosovës. Pas rreth gjysmë ore, një siti antikontrabandi i doganës së Kosovës shfaqet në Zveçan, tek objekti ku inspektorët e ATK-s ishin duke inspektuar. Me të arritur në lokacion, një siti antikontraband shkon drejt hapësirave ku ndodhen mallrat e dyshimta. Një ambient ku më parë shërbente si piceri, tashmë po përdorej për shitblerje online të atleteve të ndryshme, bluzave e syzeve. Nike plus një. Sosa si ja? Lacoste. Një.
Një po ty, 2. hop, 5 pushë. Si pas ligjeve në fuqi, pronari duhet të paraqes dhe të mbajë në dispozicion dokumentacionin që dëshmon origjinën dhe ligjshmërinë e mallrave. Dokumentet të tilla nuk u ofruan nga punëtori dhe përpasoj mallrat u sekuestruan përkohësisht nga dogana e Kosovës deri në verifikimin e plotë të tyre. Gjatë verifikimit biznesit edhe mallra që i ka posedu, i kemi rejtë se ekzistojnë disa mallra me brende të ndryshme, brende luksoze, syze, veshmbathje të ndryshme, për cilat pastaj i kemi informuar doganën. Dogana kanë mërrije, kanë kry punën e tyre edhe kanë bu sekuestrimin e këtyre brendeve, këtyre produkteve, përkohësisht deri në verifikimin e matutjeshëm. Për shkak se biznesi këtu nuk ka posedu dokumentacion që e ka dëshmon vlerën e tyre, kështu që përkohësisht mirën për verifikim edhe pastaj procedohet tutje. Mallrat e sekuestruara u ngarkuan në veturën e zyrtarëve doganor për t'u verifikuar pastaj teksa u hartua edhe raporti me të dhënat në terren. Nëse mallrat janë importuar, kërkohet deklaratë doganore dhe nëse kjo vërtetohet nga pronari, mallrat do t'i kthehen të njëjtit.